Sa ftoht sot. Edhe një ditë vetëm. Përshëndetje. Të shoh çdo ditë këtu. Po e mirë? Jam mësuar me këtë. Vetmia bëhet normale. Kur askush nuk të kërkon. Unë nuk kam shumë, por mund të ndaj me ty, mbase do të ndihmoj pak. Pse do më ndihmosh kur edhe ti nuk ke shumë? Pse po e bën këtë? Sepse di si është kur je i uritur dhe askush nuk të sheh, nuk dua ta ndjesh këtë. Faleminderit, kjo do të thot shumë për mua, më shumë se sa mendon. Edhe përsëri, mendova se ndoshta të më prite, dhe nuk gabon. E dia që do vije. Njerëz si ti nuk zduken, janë shumë të rrallë. Sot të solla ujë, nuk është shumë, por shpresoj të ndihmoj pak. Ti e ndryshe nga të gjithë, nuk kërkon asgjë, vetëm jep. Faleminderit. Nuk e kuptoj pse thua që jam ndryshe, çfarë bëj ndryshe? Sepse ti ndihmon pa pritur shpërblim, kjo është gjë që shumica nuk e bëjnë më. Unë do vi çdo ditë. Nëse ti do, nuk dua të jesh më vetëm. Ti e vetmja shoqëri që kam. Më ke kthyer diçka që e kisha humbur. Edhe pse që nuk pushon, dhe atë siguruar që e mirë. Askush nuk ka bërë kaq shumë për mua. Ti më ke dhënë shpresë përsëri. Ti je miku im, dhe nis që nuk haron, kur në të vetë. Ku je? Pse nuk e këtu sot? Qka nuk është në rregull? Mbase nuk do vi më, mbase diçka ka ndodhur. Shpresoj të jetë mirë. I djarë ti që i bëje shoqe një plaku çdo ditë? Që nuk e lije vetëm? Po, jam unë, çfarë ka ndodhur? A është mirë ai? Ai nuk ishte një plak i zakonshëm. Kishte një histori që askush nuk e dinte. Çfarë historie? A ishte një milioner, por kishte humbur besimin tek njerëzit derisa të takoj ty. Nuk mund të jetë e vërtetë, ai duke i kaq i thjesht, nuk e dija. Ai la gjithçka për ty.
sepse ti nuk kërkove asgjë. Unë nuk e ndihmova përpara. E bëra sepse më vinte keq, sepse ishte vetëm Prandaj meriton të gjitha, sepse zemra jote është më e vlefshme se çdo pasuri. faleminderit.